Berberi dorën edhe të tenderat e Ekurudhës. Në darkën e 13 marsit 2024, agentët e Byros Kombëtare të Hetimit mësyn njërën prej banesave të ish-drejtorit të Autoritetit Rrugor Shqiptar, Eviz Berberi, duke arrestuar në akuzat për korrupsion dhe pastrim parash. Berberi ka qenë një nga bashkëpunëtorët më të afërt të zëvendës kryeministres Balluku dhe Ekurudha Shqiptare është një institucion tjetër ku Ministria e Infrastrukturës ka përfaqësuesit e saj të deleguar. SPAK kishte zbuluar skemën si Berberi gjatë kohës që ka qenë në drejtues i Agjencisë për Eficiencën e Energjisë, por edhe në krye të Autoritetit Rrugor Shqiptar. I ka dhënë 6 tendera kompanisë ortaku të tij, Valter Begaj, Net Group SHPK, nëpërmjet transaksioneve. Kjo kompania kalonte parat kompanisë DAAM, që Berberi zotronte dhe kontrollonte në mënyrë indirekte. Petit ka zbuluar një kontratë me probleme që është fituar nga kompania Net Group SHPK, e ortaku të fshehtë të Berberit, nëpërmjet një tenderi që ka patur indicje për korrupsion. Konkretisht, në tetor 2022, konsorciumi i kompanive Muo Plus Ltd, Viante Konstruksion SHPK, Ed Konstruksion SHPK dhe Net Group do të fitonin tenderin për riparim vepra arti, mbrojtje e urës hekurudhore të Rogozhinës, projektim zbatim me ofertë 31.4 milion lek ose 314.000 euro. Ky tender është shënuar me flamur të kuq, pasi Komisioni i Vlerësimit të Ofertave do të skualifikonte të gjitha kompanitë, duke u shpallur automatikisht fituese Bashkimi i Kompanive, ku bënte pjesë edhe ortaku i Berberit. Sipas openprocurement.al, kjo procedurë ka indicie për korrupsion dhe favorizim kompanie, indicie të cilat do të paralajmëronin problemet me zbatimin e kontratës publike. Nga informacionet e siguruara nga Veting për këtë kontratë, nuk janë realizuar punimet dhe një pjesë e mirë e tyre kanë sjellë dëme në buxhetin e shtetit. E thënë sa më thjesht, ky tender është rasti tipik që ka dyshime të forta për korrupsion, pasi kompanitë marrin parat ndërkohë që nuk kryejnë punimet. Çfarë ka ndodhur? Në raportin e verifikimit për punimet e kryera për këtë tender, zbulohet se kompanitë nuk kanë kryer punimet, por ajo që ka ekspozuar fondet përballë dëmit financiar është mënyra se si duhet ishte zbatuar kontrata.